Por ishte edhe momenti, po e them pak a shumë kushtimisht i përplasjes me projekte të tjera, sepse kishte ide që të ketë një deklarat pak ma shumë të tipit ton prej nesh, është biseduar, është bërë ndonjë ndërhyrje në tekstin themelor dhe ka marrë atë formë që e ka marrë deklarata. Dhe këtu praktikisht ka metë vetëm koha apo momenti fix. Kisha dhonë shumë me ditë çka është hjek e çka është shtunë çka deklaratë. Shiko, nuk pa e pas tekstin përpara nuk do të nalesha shumë se frigohem se mund gaboj. E di se esenciale ka qenë ndërhyrja që aspektet jo vetëm historike të referimit, thjesht çështja e vullnetit popullit, kalura historike, zhvillimet e rana që i ka pas Kosova, intervenimet thazam deri në atë mas ku Bashkia Ndërkombëtare ka intervenuar bazë të kapitullit 7 të Kartës Kombeve të Bashkuara, por ishte edhe momenti, po e them pak a shumë kushtimisht i përplasjes me projekte të tjera, sepse kishte ide që të ketë një deklarat pak ma shumë të tipit ton, do të thoja, në kuptimin e rrëfimeve historike për zhvillimet që kemi pas. Ne di se zoti Krasniqi ka pas një, ta quajmë projekt vetin dhe ka propozuar se a mund të shkojë edhe kjo që nuk ishte rani që të... Ka dalë çka ka qenë që ajo, ju kujtohet? Një tip deklarate, po ashtu, do më një ide e ti që të kam edhe atë që të propozoj. E keni memorien shumë të fort, kallëzomni çka ka qenë, që ka pas me hi, si ide. Jo, ma tepër ka qenë ato që janë debatuar edhe në publik. Do më që kanë dalë edhe në mjetet e komunikimit. Nuk e quaj se ajo ka qenë pjesë e garës për themje projekteve të anaket plota dhe se kush dha projekt. Por ma tepër ndoshta një pjesë e angazhimit për kontribut. Kush e ka po draftin e parë që asaj deklarate pavarësisë? Mendoj se kanë qenë ekspert ndërkombëtar ma shumë të angazhuar. Tujt, a nuk e kanë shujt krejt tujt edhe kushtetutën tonë, edhe deklaratën e pavarësisë? Jo, shiko, në kushtetutën tonë ka pas një ekip i cili ka punuar, ka qenë projekte të propozuar. Jemi të folë për draftin e parë. Po, për draftin e parë, kanë qenë projekte të ofruara, por është punuar... Projekte që janë të tujta, po? Ja, shiko, edhe ata kanë qenë pjesë e angazhimeve tonë. Absolutisht, sepse kemi disa prej tyre që ka qenë tipu i Jim O'Brien që ka qenë prej fillimi, prej konferencës Rabujes. Ka qenë vazhdimisht. Dhe kjo pjesa tjetër ka qenë ma shumë një punë ekipore për kushtetutën. Te deklarata ka qenë një përmbajtje gati e përpunuar sa duhet. Kemi pas debat rreth saj dhe kemi dhënë fizikën finale.